Avokat, po ka një fuqi që mund ta liroj Veliajn? Nuk ka. Nuk ka. Zero. Nuk mund të lirohet Veliaj. Pasuesi i tij në krye të bashkisë? Se di kush është. Tani është kryeministri de facto, po. Kush mendon që do projektohet? Atë se din ata, unë nuk bëj pjesë në lukuninë e komunistëve shqiptarë. Avokat, për dalte lista, tani sa mendoni që nga kjo listë që do propozohet, sa duke bërë një kështu parashikim për vitet e ardhshme, sa do arrestohen? Që kanë qenë deputet dhe hajdut nga 92-shi deri më sot do arrestohen që të gjithë, ka mbaruar, është prerë kostumi tyre. Por flas nga lista e këtyre të rive që do futen. Se po flitet ata që lexova unë, pak lexova te pamfleti, ata nuk i njeh fase jema, do t'i njohim ne. Ti e kupton se ç'po bën Edi Rama, merr nga rruga dhe fut në listë për të bërë deputet. Po gjakuri. Po gjakuri po ka një gjakuri me atë spekullot e zakonisht shumë, sepse do shikosh se gjakëria i quan të tërë pasardhësit e rilindjes. Rilindja është rilindja e Partisë Punës, e keni të qartë besoj. Dhe ju dhe emri rilindje, jo e socialiste. Dhe ai mendon që duke vënë ata pasardhësit e komunistëve të tij do mbaj deputet atë pushtetin dhe do ruaj partinë. Mos shko më tutje. Merë bën një logjik të thjeshtë. Fare të thjeshtë, naive po e quaj unë. Në qoftë se këta janë demokratë, në qoftë se këta janë demokratë në kuptimin jo të Partisë Demokratike, po liberalë që thua që punojnë për demokraci dhe për drejtësi. Pse bën ligjin e listave të mbyllura në 2008 në 21 prill me komunistin tjetër Sali Berisha? E keni pyetur veten? Se keni pyetur veten? Janë të gjithë në një dorë, emra. Jo, është më i thellë problemi, është mafje, 100% mafje politike. Pse mafje politike? Sepse kapua, që është në këtë rast është Salihu dhe Edi, kanë një listë të mbyllur me nga 46, më duket ta, nuk e di nga sa deputet kanë. 46, jam të sigurt. Ashtu, i kanë të sigurt. Çish kjo siguri? Ku e gjejmë sigurinë? Pa më thuaj, a do votohet? E din këta se ç'do votohet. Ta them unë, kanë bërë këtë marifet, si që bën dikur parlamentin e Dushkut, që se u kujtohet, para disa vjetës kur ishte Fatos Nanuar. Pra, e panë që me Dushkun e me prallin nuk u dolli ashtu si që duhej rezultati, atëre bën marrëveshjen kriminale të 21 prillit 2008. Nëpërmjet të cilës kanë sankcionuar përfundimisht sipas mendjes tyre dhe e bën deri më sot, që të mbeten përgjithsisht të pushtet komuniste e partisë. Kaq e thjeshtë është. Dhe shiko sa tallen me njerëzit. Do marr rastin e koalicioneve. Ilir Meta ka bërë koalicion, ka qenë në pushtet dhe me Sali Berishën dhe me Edi Ramën. Tani Edi Rama në rregull ka qenë se ka pasur aleat dhe ka pasur të njëjtës parti dhe ka dalë nga mitre e Partisë Socialiste